numërimin mbrapsht, edhe ata po bëjnë punën e tyre. Dëgjoj, amerikanët po e bëjnë punën e tyre. Nuk e diskutoj fare. Ndërsa këti sharlatanit tonë që po qeverisë Shqipërinë, këti i ka filluar numërimi së prapti. Pra, po i mbaron koha. Ky e di mirë. Dhe nuk ka kuraj që të dalë të flasi për Maduron, por në nxjerr Spiropale. E kupton ku ka arritur puna e këtija. Por ata që ka synë ballë dhe vendin kohë ndjekin lëvizjet politike në një vend dhe në një shtet dhe në një politik, ky ka mbaruar. Ky nuk guxon që të dalë hapur më kundër Trumpit, po vë atë Spiropale dhe flet ajo. Në fund të fundit zotëri Shqipërinë e ka marrë në dorë Amerika dhe do ta bëjë Amerika për inat të shqiptarëve dhe për inat të komshive tanë. Do ta bëjë Amerika. Dhe unë këtu kam besim absolut. Edhe pse në Shqipëri kanë hyrë lloj-lloj spionësh, lloj-lloj matrapazësh politik dhe renegat që duan ta vënë popullin shqiptar në gjumë, populli shqiptar nuk më vjet më në gjumë. Dhe Amerika nuk do bëj atë që thuhet për ditë nga këta njerëz. Amerika do ta çlirojë Shqipërinë nga komunizmi, ka mbaruar ajo punë. Avokat, për ta mbyllur me gjysmën tjetër çfarë po bëhet? Me cilin gjysmë tjetër? Ju e keni thënë, ata janë bashkë. Por nuk ekziston gjysma tjetër më zotëri. S'ka më, ka vdekur gjysma tjetër politikisht. Ore, Sali Berisha do vej brenda. Nuk e mbështet më njeri Sali Berishën. Për ashtu 10 veta që i nxjerr atje. Sali Berisha tani përpiqet të shpëtojë fëmijët e tij sepse po i tërhen spaku fëmijët. Dhe ai aty ka pikën e dobët. Sali Berisha bolle ka shërbyer interesave sërbe të Shqipërisë. Sa askush tjetër. Bollu ka shërbyer interesave greke, sa askush tjetër. Sa askush tjetër. Ishte Sali Berisha që njohu Himarën minoritet. Në mënyrë më të turpshme, më antikombëtare, më tradhtare, njohu labrit e Himarës si quajti minoritar. Dhe na del Beleri tani dhe thot jam grek na progonati, thot. Dhe duhet të dish një gjë. Emri progonatit është vënë nga greku, jo nga vendasit. Progonati ka emri Stërgjysh. Edhe unë do të radhës tjetër do të dërgoj foton e dokumentit të shkollës të dikujt të një progonatasi që thot fshati Stërgjysh dhe tregon dhe notat. Pra, atë emër ka progonati, po ne se më hapet e i tem tjetër. Ne aktualisht na mbajnë të pushtuar nëpërmjet toponimisë grekët dhe serbët. Grekët i ndryshuan të gjitha emrat shqip që kishin në vendin e tyre, për shembull Krye Kuqin, fshat me arvanita se quajti Eritrea. E të tjerë fshatra. Ndërsa ne i mbajmë akoma emërtimet greke dhe slave të vendeve dhe të rrugëve, i mbajmë dhe të baleve dhe të fshatrave i mbajmë në si që kanë në ata. Pse duhet i themi Çorovod, zotëri? Çorovodës, që është domethënë ujzi, Çornojevoda. Përse duhet ta mbajmë Podgorien e tjera që janë të tëra. Çfarë do thot progonat? Stërgjysh. Pra, progon, më dëgjoj një minutë. Është bërë përkthimi i fjalës stërgjysh, është bërë në greqisht. Pra, progoni janë të parët, stërgjyshët në gjuhën greke. Dhe ata thanë, tani me që ka, jo pa qëllim ja kanë vënë emrin progonat. Pra, ne këtu janë grek dhe emri, këta janë pasardhës të atyre, grekëve. Fakt e ka stërgjysh dhe s'ka punë fjala progonat aty. Ata duhet me çdo kusht të ngrihen, të mblidhen dhe të vendosin emrin që kanë pasur. Pra, ju thonë të zgjidhet shembulli i urës vajgurore që u bë bashkia Dimal. Bravo. Jo vetëm ajo. Të gjitha pa përjashtim. Ura vajgurore në fundit nuk kishte emërtim slav. Ndërsa neve po na ndjekin, po na mbeten këm kryq emërtime slave. Arritëm deri aty sa i bëm dhe përmendore ati mbretit, ish mbretit bulgar,
aty në Mallakase që i bën çfarë kanë bërë ata, një përmendore, një kujtimore ti, një çfarë kanë bërë. Një turp i botës. Ai një pushtues, këta i bëjnë e përjetësojnë një histori. Këta jemi neve. Kjo është akademia jone e shkencave, antishkencore, antishqiptare. Që Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk është gjë tjetër veçse një agjenci spionazhi e Beogradit në qendër të Tiranës. E dini pse që është zoti Gjinushi aty kryetar? E di që është Nahor Mova. E di që fatkeqësisht origjina e të parëve të tij është nga fshati im nga Golomi. E di që është i biri generalit, Hetem Gjinushit. E di që do zbatoj pik për pik fjalën e Enver Hoxhës dhe teorinë e Enver Hoxhës. E di që ishte ministri i arsimit në qeverinë e Ramiz Alis. I di të tëra unë, i di të tëra dhe populli shqiptar. Po shqiptarët i kanë zënë për gryke duke rekrutuar eksponentë të ndryshëm që kanë dalë politik, të cilët ose i kanë eliminuar fizikisht, ose i kanë blerë, ose i kanë bërë të heshtit. Kështu qeverisin ata. Kjo është Akademia e Shkencave, se s'ka asnjë logjik, s'ka asnjë arsye që të mbeten akoma emërtimet shqiptare sërbe dhe greke në Shqipëri. Ne jemi të shitur, e thash dhe po e them prapë në një tjetër, jemi të shitur të interesat greke. Dhe prit kur të vi, nëse pas nesër se ky do dërgojë në datën 20, ky charlatani jon, me sa di unë ndjashtë me dhe do dërgojë këtë Spiropale në Greqi të bisedojë për çështjen e detit. Çështja e detit është vendosur njëre mjezë. Ishte në 10 orë, ishte në 10, tani ndoshta prisin ndonjë hap më tej? Po, do ta çojnë prapë. Po si nuk kishin plan, tani nuk e di, do ta çojnë apo jo sepse kanë hyrë të tjerë usallar që u thonë stop, se këtu jemi ne si e ti, thonë Edi Ramës. Dhe prandaj Edi Rama nuk ndihet. E shkoni s'del fare gjikundi. Nuk e di më është i gjalla ka vdekur. Po përgatit surprizën e madhe avokat Amerikën, atë që e tham. Ti lër gjithë të befasuar. Ai ka dhënë prova që i bën këto lëvizje. I ka bërë. Po nuk do t'i bëjmë më. I kanë dalë lakrat të sheshta një gjithë ka zbuluar. Atë mi e mban në karrikja akoma e mban Ballukja. Shoqja Balluke. Matahari shqiptare. Lubia e parave të Shqipërisë. Por e këta mbajnë të shtrënguar, të varfëruar një popull me ligje dhe me polici, a kanë synë balë të atë shqiptarë të shikojnë që po i shkel një qëmbirqëni? A kanë synë balë të shikojnë? Dhe si ishte mundur që nuk ngrihet asnjë? Kjo është qetësuese. Unë i bëj thirrje diasporës. Jo diasporës së blerë nga këta në çdo lloj rrugtimi që bëjnë në përvendet e ndryshme të Evropës dhe nëpërmjet partiçkave që kanë siguruar aty, që kanë ngritur tani aty në Shqipëri. Se këtu ka mbetur dhe një gjë tabu. Po krijove një parti, do mbetesh ti kryetari i partisë, është partia jote. Dhe më thoshin mua një rokasë, një idiot në Lundëria, ishte dhe jurist. E ka pronë të ti, Partinë Demokratike e Sali Berisha, tha. Më i thash, ke trunko kje po s'ke. Qa është partia? Pronë, ardë, makinë? Jo, tha, është kryes e ti, tha, është pronë ti, a i do të si kryet partijë, tha. Bajeni, thash, dhe miru a bërë. Pra, jemi në kushtet e pranimit të dhunës, të diktatit, të njëshit. Dhe kjo ka mbetur historikisht që nga Enveri dhe po vazhdon akoma. Avokat, edhe diçka të fundit kam, krejuri i Spakut, Braho, ka mbledhur prokurorët, ka bërë prezantimi tani me gjitha ata, u ka dhënë porosit. Dhe sipas mediave, tekstin e ka vendosur tek dosjet e vjetra, të hapen dosjet e vjetra. Ne kemi edhe të reja plot, po tani ai është vjetrat. Nuk e di për cilat vjetra dhe për cilën kohë të vjetër që ka folur, se këta nxjerrin, mbulojnë kokën e nxjerrin trupin. Zotri, cilat janë dosjet e vjetra, për kë ka fjalë? S'ka thënë gjë. Mos do të thot për dosjet e vjetra, për krimet që ka bërë Enver Hoxha, që i mbushi burgjet me njerëz të papajshëm? Ndoshta mos e ka për ato dosje tropoja e këto. Po cila tropoja?
Edhe po patjetër, dhe do s'ja tropoja e Sali Berishës, janë vrarë 200 djem për qef Sali Berishës. Në tropoj. E mbyti tropoj në gjakaj, po mirë. Rendi Hoxha, sepse ka pas këto më vinë mua ndërmend tani se di sa për kë mund ta kemë. Ka dhënë asnjë përgjigje për Remzi Hoxhën. S'ka e vajti i dha pasaport diplomatike që në Londra atë kriminalin që ka vrarë Remzi Hoxhën, edhe ai s'po vjen këtu dhe Londra nuk e dorëzon atë. Dhe kjo është se këtu është poshtërsia e Perëndimit dhe e Bashkimit Evropian, që mbajnë, strehojnë kriminal shqiptar se u shërbejnë interesave të atyre. Ka që thjesht është. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën, për gjuhën e drejt për drejt, edhe një herë dhe në emër të publikut, shpreh mirënjohjen të gjithë atyre që na shkruajnë dhe atyre që kanë takuar. Kështu që falenderimet janë shumë të avokat. Edhe unë të falenderoj, dhe më kënaq fakti që vë një guriç këtë vockël në atë murin e ndërtimit të Shqipërisë. Unë kështu e konsideroj veten. Faleminderit shumë për të vërteta që thoni edhe për bisedën e lirë. Ditën e mirë, kalofsh mirë.